Do të mbetemi te ky argument, do të bashkohet me mua zonja Drita Avdyli, kryetarja e dhomës së ndërmjetësimit. Zonja Drita, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën dhe për këtë temë interesante që është shumë shqetësuese për gjithë qytetarët si në Tiranë ashtu dhe në Republikën e Shqipërisë. Zonja Avdyli, në eksperiencën tuaj të gjatë, në cilat raste çiftet të cilat kërkojnë të ndahen, i drejtohen fillimisht zyrës tuaj, pra për të shmangur karvarin e gjatë të gjyqeve? E para që duhet sqaroj qytetarësh është se nëse qytetarët i drejtohen drejt gjykatës për një zgjidhje martese, ato bëjnë dy gjyqe. Një për divorcin dhe pasojat e tyre dhe një për ndarjen e pasurisë. Nëse shkojnë direkt tek një ndërmjetës, këto gjyqe bashkohen në një dhe vetëm miratohet marrëveshja e ndërmjetësimit, e cila është titull ekzekutiv. Zakonisht palët mund vinë veçmas, por mund vinë edhe bashk. Vinë veçmas kur situata është shumë e agravuar, por mund vinë bashk nëse ato kanë bërë një seancë terapike përpara se të kryejnë divorcin. Sqarojmë gjithë qytetarët se në ndërmjetësim zgjidhen jo vetëm pasojat, zgjidhet dhe pasuria, por bëhet një ndarje shumë e qetë, e cila nuk pëson kriza tek fëmijët. Duhet sqaroj qytetarët që me ndërmjetësim çështjet e divorcit zgjidhen nga 1 deri në 30 ditë. Do thotë që jo vetëm bëjmë zgjidhje të shpejta, por ulim dhe ngarkesat e gjyqësorit. Shtojmë këtu dhe rastet që qytetarët mund ta bëjnë këtë online pa ardhur fare në Shqipëri, pra për gjithë emigrantët të cilët jo vetëm që ulin kostot e udhëtimit, por e shfrytëzojnë këtë ditë për punët e tyre. Prandaj jo vetëm që është një zgjidhje shumë e mirë, është një zgjidhje ligjore, është një zgjidhje jashtëgjyqësore, është titull ekzekutiv, por ul dhe ngarkesat e gjyqësorit, por dhe rregullon marrëdhëniet midis palëve. A e kanë këtë informacion që ju sapo thatë të gjithë qytetarët që kanë vendosur të japin fund martesës së tyre, pra që të mos shkojnë nëpër gjykata, po të vinë tek një zyrë ndërmjetësimi dhe gjithçka ta lënë në dorën e ndërmjetësuesit? Puna e madhe që ka bërë dhoma kombëtare e ndërmjetësimit me një strategji komunikimi, kemi bërë që rastet të vinë duke u rritur, por ne nuk zgjidhim vetëm llojet e çështjeve familjare, por dhe çështjet e konflikteve të personave të cilët nuk kanë bërë martesë ligjore, por që janë në bashkëjetesë, gjë që nuk mund të shkojnë në gjykatë, ose në ndërmjetësim, shkojnë dhe për çështjet civile, sidomos çështjet e pasurisë, janë çështje shumë shqetësuese dhe që zgjasin nga 15 deri 20 vite në gjykatë. Pra në ndërmjetësim gjitha këto lloje të çështjeve zgjidhen nga 1 deri në 30 ditë. E kuptoj. Por jo vetëm kaq ne ulim ngarkesat, por dhe çështjet nëse shkojnë në gjykatë vetëm për seancën e parë për kërkesën e padisë në divorc, mund të shkojnë gati 1 vit, ndërsa po zgjidhet me ndërmjetësim, kjo seancë është shumë e shpejtë. Zonja Avdyli, këtë shërbim që ju po thoni, si ofrohet? Ofrohet në shtet apo në privat? Dhe nëse mund të kemi konkretisht tarifa që ata të cilët janë të paqartë ta kuptojnë. Patjetër. Pra, kjo është një pyetje shumë interesante. Shërbimi i ndërmjetësimit është një shërbim privat. Do thotë është një profesion i lirë, njësoj si profesioni i noterit, i përmbaruesit dhe i avokatit. Por në ndërmjetësim nuk ka më 2 avokat për një çështje divorci, po është një ndërmjetës për të dyja palët. Sigurisht tarifat janë shumë të ulta, sigurisht që ndahen në 2 pjesë nga palët ose mund të përballohen nga njëri çift. Pra, për të regjistruar një çështje në ndërmjetësim për 5.000 lekë, ndërsa kur zgjidhet për çështjet familjare është 30.000 lekë, për çështjet pronësore është 100.000 lekë. Por nuk është vetëm këtu situata. Neve zgjidhim shumë shpejto konfliktet pa ju drejtuar gjykatës, por dhe nëse palët nuk kanë informacion dhe janë drejtuar me avokat palët, gjyqtarët e kanë për detyrë që në çdo seancë t'i kalojnë palët në ndërmjetësim. Jo vetëm për të ulur ngarkesat, por zgjidhja është më e lehtë, zgjidhja është më e paqët midis palëve, sepse është komunikimi midis tyre. Pra, zonja Avdyli, për ta saktësuar, brenda tarifave që ju përmendët përfshihen të gjitha seancat derisa të mbërihet në konkludim dhe në një titull ekzekutiv? Sa do seanca të ketë?
Sado seanca, këto janë tarifa që janë përcaktuara nga Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. Kështu që unë them gjithë qytetarëve që dhe nëse janë gjykat, paralelisht mund të shkojnë tek një ndërmjetës sepse nuk humbin asgjë. Për të regjistruar një çështje bën 5.000 lekë të reja. Nëse zgjidhet, atëherë në fund ato mund të lënë gjykatën dhe mund të bëjmë pagesën përfundimtare. Për shembull, nëse shkojmë në një çështje pronësie në një konflikt. Pra vetëm nëse çojmë në gjykat një kërkesë padi, ne duhet të paguajmë 1 deri në 3% për sigurimin e padisë. Kështu që sa më i madh është konflikti, aq më shumë paguan qytetari vetëm në momentin kur dorëzon kërkesë padin. Gjë që nuk ndodh në ndërmjetësim. Sa seanca duhet të ndjek zakonisht një çift? Janë zgjidhje ligjore, po. Plus janë dhe jashtëgjyqësore. Rregullon përfundimisht dhe marrëdhëniet midis palëve që kanë këtë konflikt. Zakonisht sa seanca duhet të ndjek një çift deri në përfundim të procesit? Nga eksperienca juaj. Pra, ka pas raste që janë zgjidhur dhe brenda ditës, por brenda nga 1 deri në 30 ditë janë seancat, pra 30 ditë seanca maksimale. Do thot një çift përpara se të vinë në ndërmjetësim duhet kaloj në një seancë terapie në çift dhe nëse kalon këtë vjen në ndërmjetësim. Dhe brenda nga 1 deri në 30 ditë të gjitha llojet e konflikteve të çështjeve familjare zgjidhen në ndërmjetësim. Zonja Avdyli, ju thatë që në momentin që gjithë procesi përfundon, palët pajisen me një titull ekzekutiv i barazvlefshëm me një vendim të formës së prerë të gjykatës, nëse jam korrekt. Patjetër dhe si funksionon më pas? Ky titull ekzekutiv, më falni ta përfundoj që ta kuptojmë të gjithën. Në momentin që del ky titull ekzekutiv nga ana e ndërmjetësit, e çoni ju në gjykatë që pastaj dhe gjykata ta njohë këtë titull dhe të bëhet ndarja korrekte e pasurisë dhe gjithë pjesës tjetër? Apo e bëjmë palët këtë gjë? Jo, akt marrëveshje që është titull ekzekutiv, dërgohet në gjykatë. Ky është një dokument që përgatitet nga një ndërmjetës, por që bashkë me palët duhet ta dorëzojnë ato në gjykatë. Dhe gjykata vetëm me një seancë miraton akt marrëveshjen për zgjidhjen e martesës. Pra do hap patjetër një seancë gjyqësore kur shkon në të titulli ekzekutiv. Jo, nuk hapet seancë gjyqësore, në dhomë këshillimi miratohet akt marrëveshja e ndërmjetësimit, sepse është titull ekzekutiv. Pra shiko çfarë përfitimi kanë qytetarët nëse zgjidhjet e martesave i bëjnë me ndërmjetësim. Thash është prioritet dhe për personat që ndodhen jashtë territorit të Shqipërisë, sepse ne këto i bëjmë online nëpërmjet nënshkrimit elektronik. Aktualisht, çfarë statistikash kemi për ndërmjetësimin, zonja Avdyli, nëse bëjmë një krahasim raporti të 5 viteve të fundit? Në Republikën e Shqipërisë ushtrojnë veprimtarinë 114 ndërmjetës në gjithë territorin e Shqipërisë. Çdo vit numri ka ardhur duke u rritur i çështjeve që zgjidhen me ndërmjetësim. Vetëm vitin e kaluar ne kemi zgjidhur 2500 deri 2700 raste me ndërmjetësim, ku 10% ndodhen vetëm për çështjet familjare. Po çështjet e tjera cilat janë? Janë shumë zgjidhen me ndërmjetësim, sidomos çështjet e pronave, konfliktet që mund të kenë personat për mbivendosjen, ose që mund të kenë me ASHK-n, pasi me ndryshimet ligjore ne kemi bërë zgjidhjet e konflikteve dhe me institucionet shtetërore. Pra nëse kemi një konflikt me ASHK-n, mund ta zgjidhim këtë nëpërmjet ndërmjetësimit. Me ndërmjetësim zgjidhen dhe çështjet me arbitrazh, çështjet civile, marrëdhëniet e punës, biles dhe çështjet penale, aty ku na i lejon kodi procedurës penale. Me ndërmjetësim zgjidhen në bazë të kodit për të mitur dhe gjithë konfliktet penale të të rinjve derisa kanë mbushur moshën 21 vjeç. Roli juaj nuk dënohen pasi këto janë zgjidhje jashtëgjyqësore dhe alternative. Roli juaj në gjithë të proces, po themi në gjithë sistemin e drejtësisë, sa e ka ndihmuar gjykatën për të mos marrë këtë numër kaq të madh dosjesh stoku për të gjykuar, shqyrtuar dhe për të dhënë një vendim? Po, pikërisht me ndryshimin e hartës gjyqësore, nëpërmjet vetingut, çështjet gjyqësore kanë shkuar te saqeve kohore të parashikuara. Kështu që zgjidhja alternative ka bërë jo vetëm që të uli
ngarkesën e gjyqësorit, zgjidhje shumë të shpejtë të qytetarëve, por të uli dhe korrupsion që është në sistemin e gjyqësorit. Ne jemi një hallkë zhbllokuese jo vetëm për qytetarët, por një hallkë ndihmëse dhe për sistemin e drejtësisë, sepse nëpërmjet ndërmjetësimit gjejnë zgjidhje gjithë qytetarët shqiptar që janë drejtuar dhe që kanë informacion për këtë çështje. Dhe nëse nuk e kanë, gjyqtarët e kanë për detyrë që në çdo seancë bazuar kodit procedurës civile që të njoftojnë qytetarët për këtë zgjidhje. Nëse qytetarët pranojnë, atëherë gjyqi këtu pezullohet, shkohet për 30 ditë në ndërmjetësim dhe nëse arrihet një çështje pozitive, atëherë gjyqi këtu pushohet, mbyllet dhe miraton marrëveshjen e ndërmjetësimit. Pra shiko sa lehtësi ka. Jo vetëm kaq që palët dalin të fituar, por ti e zgjidh vetë ndërmjetësin, jo gjyqtarin që të bie me short. Pra ti ke zgjidhje nga 1 deri në 30 ditë, jo zgjidhjet që zgjasin 15 deri 20 vite. Pra ka dhe palët, më kryesorja është që vendosin vetë për kushtet e ndërmjetësimit. Sigurisht është ndërmjetësi ai që çon palët në ndërmjetësim dhe e thatë dhe ju, është një zgjidhjet me ndërmjetësim, dokumenti është një akt marrëveshje që është titull ekzekutiv. Dhe rëndësia e këtij dokumenti dihet sepse është i zbatueshëm direkt dhe është i barazveshëm me vendimin e gjykatës apelit. Dua të ndalem pak tek pjesa e divorceve, zonja Avdyli, tek çiftet të cilët kanë 1 apo 2 fëmijë apo edhe më shumë. Kur vjen puna për mënyrën se si dhe me kë do të rrinë fëmijët, zakonisht seancat në gjykat zhvillohen në praninë e një psikologu, sa i takon fëmijëve. Si funksionon kjo procedurë tek pjesa e ndërmjetësimit, sepse secili nga palët e prindërve shprehin pretendimin për të marrë fëmijët me vete për t'i mbajtur ata dhe për t'i asistuar. Në ndërmjetësim, si funksionon? Është pothuajse barazvlefshëm si në gjykat, vetëm që është një situatë shumë e shpejtë. Vetë këtu palët zgjidhin një psikolog dhe psikologu paraqet një raport. Akt marrëveshja bashkë me raportin psikologjik shkon në gjykat, patjetër, sepse vlerësohet interesi më i lartë në këtë rast që është interesi i fëmijëve. Ne bazohemi ke konventat ndërkombëtare dhe bazuar në 126 të kodit të familjes, akt marrëveshja, nëse çifti ka dhe fëmijë, dhe raporti psikologjik shkojnë për miratim vetëm një seancë në gjykat. Kështu që psikologu në këtë rast merret nga prindrit, zgjidhet i pavarur nga prindrit, ndërsa në gjykat merret nga gjyqtari. Por gjithmonë kur ka fëmijë, merret parasysh interesi më i lartë, që është interesi i fëmijëve, nëpërmjet raportit psikologjik që kanë psikologët. Zonja Avdyli, e vlerësoj dhe ju falenderoj shumë për gjitha opinionet edhe këshillat që dhanë për shikuesit tanë. Faleminderit dhe mendoj në këto pak minuta kemi qartësuar qytetarët për t'i ardhur në ndihmë nëpërmjet zgjidhjeve jashtëgjyqësore dhe zgjidhjeve shumë të shpejta. Faleminderit edhe një herë. Fundjavë të mbar. Faleminderit.